Shejti ditës 22 tetor, Shën Gjon Pali II. Me 22 tetor, Kisha Katolike kremton kujtimin liturgjik të Shën Gjon Palit II, papës së dashurisë dhe shpresës, njeriut që udhëhoqi Kishën në agimin e një epoke të re dhe shpuri ungjillin deri në skajet më të largta të botës. Ai ishte papa i rinisë, i familjes dhe i ftesës. Mos keni frikë. Rënjët dhe formimi shpirtëror. Karol Josef Wojtyla lindi me 18 maj të vitit 1920 në Vandovicet e Polonisë, në një familje të thjeshtë, por të besuar në besim, që në rininë e tij njohu vuajtjen dhe përndjekjen, humbi nënën, vëllain dhe babain që në moshë të re, ndërsa Polonia ishte nën pushtimin nazist. Megjithatë, pikërisht në këtë terr u formua drita e tij. Punonte në fabrikë, por studionte fshehtas përmeshtar, duke e gjetur në Krishtin kuptimin e sakrificës dhe të dashurisë. Në vitin 1946 u shugurua meshtar dhe fal urtësisë së tij të thellë u dërgua në Rom për studime teologjike, ku mbrojti doktoraturën mbi teologjinë mistike të Shën Gjonit të Kryqit. Pas kthimit në Poloni, shërbeu si kapelan dhe profesor i moralit dhe etikës, duke u bërë një nga mendjet më të ndritura të kishës së vendit të tij. Nga Krakov në Rom, papa i shpresës. Me 16 tetor të vitit 1978, pas vdekjes së papëve Pali të VI dhe Gjon Pali të parë, u zgjodh pap me emrin Gjon Pali II, i pari jo italian pas 455 vitesh dhe i pari nga popujt slav. Me fjalët e tij të para, mos keni frikë, hapni dyert për Krishtin, ai ndezi në botë një frymë të re besimi dhe guximi shpirtëror. Pontifikati i tij, që zgjati 26 vite, pra nga viti 1978-2005, u bë një epokë me vete. Ai udhtoi në 130 shtete, predikoi më shumë se 850 qytete dhe përshkoi 1.2 milion kilometra, duke takuar miliona besimtar. Ai ishte papa i dialogut, i paqes dhe i jetës, një zëj fort kundër luftës, abortit, dhunës dhe çdo forme shtypjeje. Mësues i kulturës së jetës. Në vizitën e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 1993, ai formuloi shprehjen e paharrueshme kultura e jetës, si kundërpesh ndaj kulturës së vdekjes. Ai mësonte se çdo njeri, nga momenti i ngjisjes deri në vdekjen natyrore, është një dhuratë e çmuar e hyjt dhe meriton mbrojtje e respekt. Përmes fjalëve dhe shembullit të tij, Papa Gjon Pali II i ftoi të gjithë të jetojnë një fe që shndron jetën dhe shoqërinë, duke ndërtuar paqen mbi të vërtetën dhe dashurinë. Papa i dialogut dhe i bashkimit. I pari pap që hyri në një xhami dhe në një sinagog, Gjon Pali II u bë ndërtues urash midis feve. Ai kërkoi faljen në emër të kishës për gabimet historike si shenjë përvojtërie dhe pajtimi. Gjatë Koncilit të dytë të Vatikanit, si i peshq i Krakovit, kontriboi në hartimin e konstitucionit Gaudium et Spes, që do të thotë gëzimi dhe shpresa, që shpreh mësimin e kishës mbi dinjitetin e njeriut dhe misionin e saj në botë. Miku i rinisë dhe i familjes. Shën Gjon Pali II e donte rinin me një dashuri atrore e plot shpresë. Ai themeloi ditën botërore të rinisë, që bashkon miliona të rinj çdo vit rreth Krishtit dhe Papes. Rinia e shihte në të një dëshmitar të gjallë të gëzimit të ungjillit.
një njeri që dinte të fliste me gjuhën e zemrës dhe të guximit. Në të njëjtën kohë, ai mbrojti familjen si themel i shoqërisë dhe shetër i dashurisë. Vizita e tij në Shqipëri. Në një vizitë historike me 25 prill të vitit 1993, Shën Gjon Pali II u përshëndet nga qeveria shqiptare te aeroporti i Rinasit, ku u përkul dhe puthi tokën shqiptare, duke shprehur kështu solidaritetin e tij me një komb që sapo dilte nga errësira e ateizmit totalitar. Më pas, ai udhtoi në Shkodër, ku kremtoi meshen dhe shuguroi 4 pishvi të ri, një simbol i rilindjes së kishës në Shqipëri. Në përfundim të sheshi Skënderbej në Tiranë, Papa ju drejtua me fjalët: "Të dashur vëllezër e motra shqiptar, Zoti e mbroft atë dheun tuaj." Një mesazh paqeje, pajtimi dhe shprehse për një shoqëri që po ndërtonte rrugën e lirive të reja. Shën Gjon Pali II dhe Nën Teresa e Kalkutës. Marrëdhënia ndërmjet Shën Gjon Palit të dytë dhe Nën Teresës ishte një nga miqësitë më të thella shpirtërore të kohës son, një takim i dy shetërve që e pan botën me sy të dashurisë së Krishtit. Të dy ndanin të njëjtin vizion. Njeriu nuk mund të kuptohet pa dashurinë dhe pa mëshiren. Papa e quante Nën Teresën shejtrore të paprekurve dhe admiroi për përvujtërinë, forcën e heshtjes dhe dashurinë pa kushte ndaj më të varfërve ndër të varfër. Ai e vizitoi disa herë si në Kalkut ashtu edhe në Vatikan dhe në vitin 1997, pas vdekjes së saj, e përshkroi si zë i gjallë i ungjillit të dashurisë. Në vitin 2003, vetë Gjon Pali II e shpalli të lumtur Nën Teresën, duke thënë se ajo e bëri dashurinë për Zotin të dukshme në dashurinë për njeriun. Kjo lidhje shejtërie mbetet një dritë e fuqishme për kishën dhe për të gjithë botën. Fundi shejt dhe trashëgimi e pavdekshme. Shën Gjon Pali u kthye në shtëpinë e atit me 2 prill të vitit 2005 në vigjilje të dielës së mshirës synore, solemnitet që vetë ai e kishte themeluar. Vdekja e tij u përcoll nga miliona njerëz në lutje e heshtje në sheshin Shën Pjetrit. Papa Benedikti XVI e shpalli të lumë me 1 maj të vitit 2011 dhe Papa Francesku e kanonizoi me 27 prill të vitit 2014. Trashëgimia shpirtërore. Ai la pas 14 enciklika, 15 nxitje apostolike, qindra dokumente e mira fjalime që frymëzojnë edhe sot, por mbi të gjitha la pas një stil papati që mishëronte shejtërinë në veprim, thjeshtësi, guxim, besim në njeri dhe dashuri për Krishtin. Shën Gjon Pali II mbetet një shejt i kohës son që na kujton fjalët e tij të pavdekshme. E ardhmja u përket atyre që ndërtojnë atë me dashuri. Lutje. O Shën Gjon Pali II, bari i dashurisë dhe dëshmitari shpresës, ndihmoje kishën të qëndrojë e bashkuar në Krishtin. Na mëso të mos kemi frikë të hapim zemrën për Zotin, të mbrojmë jetën, paqen dhe dignitetin e çdo njeriu. Ndërmjetëso për ne që ta ndjekim Krishtin me gëzim.